Mirëmëngjesit të nderuar shikues. Jeni me edicionin informativ të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. E fillojmë këtë edicion të lajmeve me lajmet e fundit që vijnë nga Los Angeles, ku atje vazhdojnë protestat e dhunshme për ditën e 4 me radhë. Pentagoni ka konfirmuar se presidenti amerikan Donald Trump po vendos dhe 2.000 trupa të gardës kombëtare dhe po aktivizon 700 marinsa në zonën e Los Angeles për të ndihmuar reagimin federal ndaj protestave kundër bastisjeve të kryera kundër imigrantëve ilegal. Por, guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom tha se do të ndërmarrë veprime ligjore kundër administratës për vendosjet e këtyre trupave. Demonstratat filluan jashtë qendrës së Los Angeles të premten pasi u zbulua se oficerët e imigracionit po kryenin bastisje në të gjithë qytetin. BBC raporton se është shumë e pazakontë që trupat ushtarake amerikane të përfshihen në zbatimin e ligjit, pasi zakonisht kjo bëhet nga forcat policore të secilit shtet. Protesta po mbahen kundër zyrtarëve dhe zyrës imigracionit, të cilët janë duke zbatuar një vendim të presidentit Trump për ndalimin dhe dëbimin e të gjithë imigrantëve ilegal, e që shumica prej tyre janë meksikanë. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti dje vizitoi komunat e Mitrovicës së Jugut dhe të Veriut, ku takoi dy kryetarët, Bedri Hamza dhe Erden Atić, me të cilët ka biseduar për infrastrukturën dhe për projekte që kanë këto komuna. Nga aty, Kurti shkoi te kroji Vitakut, ku takoi edhe banorët e atjeshëm. Më pas, ai bashkë me ministrin në dorëheqje Xhelal Sfeqla dhe me drejtorët e policisë dhe të AKI-s, për uruan objektin e ri të stacionit policor për mbikëqyrjen e kufirit në izvor të komunës së Zveçanit, që është rreth 2 kilometra larg kufirit me Serbinë. Gjykata në Subotic të Serbisë ia caktoi 1 muaj paraburgim Arbënor Spahiut, ish policit të njësisë speciale operative. Avokati Arjanit Koci, angazhuar për mbrojtjen e Spahiut, njoftoi se do të shkojë në Subotic, kurse një akt të tillë ai e cilësoi të padrejtë, të pabazuar në fakte dhe të motivuar politikisht. Ai kërkoi nga institucionet e Kosovës të angazhohen direkt në këtë rast, duke kërkuar reagim publik edhe të kryeministrit në dorëheqje Albin Kurti dhe të presidentës Vjosa Osmani. Ndërkohë, dje, ministrja e punëve të jashtme në dorëheqje Donika Gërvalla njoftoi se institucionet e Republikës së Kosovës janë angazhuar menjëherë për të sqaruar situatën dhe për të siguruar lirimin e menjëhershëm të ish policit kosovar. Gjykata e Apelit ka konfirmuar dënimin me burgim të përjetshëm për Edmond Lajçin, i cili ishte shpallur fajtor për vrasjen e bashkëshortës së tij, Gjulieta Ukella. Me këtë vendim, Apeli ka vërtetuar gjykimin e mëhershëm të shpallur nga Gjykata Themelore në Pej, Departamenti për Krime të Rënda. Pasmarrjes së këtij vendimi ka reaguar shpat Ukella, vëllai i viktimës, i cili tha se ky vendim e ka lehtësuar sadopak dhimbjen e familjes. Gjykata e Apelit ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtjes së të akuzuarit, duke i dhënë fund kështu procedurës gjyqësore me një vendim përfundimtar ndaj Edmond Lajçit. Sot hapet edicioni i radhës i panajirit të përgjithshëm Prishtina 2025, i organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, një ngjarje rëndësishme ekonomike që do të zgjasë deri me datën 12 qershor. Panajiri do të jetë i hapur për vizitorë çdo ditë nga ora 11 deri në orën 19 në ambientet e Prishtina Mall, duke ofruar një platformë gjithëpërfshirëse për prezantimin e produkteve dhe shërbimeve nga kompani vendore dhe ndërkombëtare që operojnë në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkëtakohemi në edicionin e orës 9. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.